e kemi pas pezullu përderisa ka pas paqartësi për datën e zgjedhjeve nacionale, cilat do të mbahen ose nuk do të mbahen, kjo është çështje krejt tjetër. Mirë po, ky ka qenë vendimi kryesor sot që është marrë në Këshill Drejtues, do thotë Aleanca i vazhdon zgjedhjet e veta të brendshme statutare në të gjitha nivelet e organizimit vet, e cilat do të përmbyllen në një afat pak më të shkurtër se që kemi para pa herën e parë, që në vend të datës 6 qershor e kemi datën 24 maj kur duhet të përfundoj i gjithë procesi. Gjitha strukturave të Aleancës, në gjithë Kosovën, në gjitha komunat, në gjitha degët, ju urojmë sukses në këtë proces. Për ne është proces jashtëzakonisht i rëndësishëm. Hymë për herë të parë me zgjedhje për kryetar të partisë në cilën kryetari Haradinaj e ka deklaruar mos kandidimin. Edhe unë shpresoj që këtë moment i cili nuk është i lehtë për Aleancën, ta shfrytëzojnë, ta kthejnë fuqi, ta kthejnë forcë elektorale, edhe të arrijmë rezultate sa më të mira. Unë po besoj që kemi pas rezultate të jashtëzakonshme. Zotëgjina, jeni të gatshëm shumë nëse merrni ftesë tash nga vetëvendosur për të diskutuar rreth një emri për presidentin, meqense dihet se tash do të duhen mbasi edhe në shkrimet e AK-s për ta nominuar një të tretë, meqense 2 vetse janë të nominuar. Nuk e kemi diskutuar fare këtë çështje në këtë mbledhje të Këshillit Drejtues. Nuk besoj se do të arrijmë deri te një situatë e tillë. Mirë po, sido që të jetë, do t'i marrim vendimet bashkërisht në kryesi dhe në Këshill Drejtues dhe do t'ju tregojmë. Vazhdoni që të jeni këmbgulës në indeksimin e zotit Haradinaj për këtë post, apo ka përfunduar kjo çështje se diskutohet? Puna e parë që e themi në vazhdimsi është se ne mendojmë se qeverisja deri tanishme e zotit Kurti nuk ka qenë qeverisja e cila i është deshtë Kosovës, nuk i ka sjell Kosovës rezultate për parimin asnjë prej fushave cilat janë të rëndësishme për qytetarët e Kosovës, për ne kjo është e rëndësishme. Tjerat do t'i shohim bashkë. A ka vot për ndonjë emër presidenti, apo cilat janë kriteret që duhet i plotësojë ai? Ajo që kemë thonë deri tash është që për këta emra, çka janë deri tash në tavolinë, nuk kemi vot. Tjerat edhe njëherë duhet me i pa bashkë, po unë nuk besoj që sot po ekziston një atmosferë edhe një vullnet nga partia më e madhe që në mënyrë të sinqert edhe serioze me provu me e përmbyll këtë proces pas zgjedhjeve nacionale. Ne nuk po e shohim, unë nuk po e shoh. E gjithë ajo çka po ndodh sot është me përgatit terren për me i akuzu tjerët për dështimin e mundshëm, shumë të mundshëm për zgjedhjen e presidentit. Do të thotë gjithçka çka po ndodh, edhe fjalori që po përdoret, e ka një qëllim. Vetëm me përgatit terren për me e hudh fajin diku tjetër. Nuk shoh fare sinqeritet edhe fare vullnet që me arrit konsenzus me parti tjera opozitore, duke na përfshi neve që me e zgjidh këtë çështje. Thjesht nuk e shoh. Ju po të thënë që edhe po të merrni ftesë si parti, nuk do ta pranoni një takim. Nuk e kemi pasur në plan me shku. Nuk e kemi pasur plan me shku, nuk kanë ndruar planet. Ndërsa shumë e rëndësishme dhe përkon me situatën aktuale politike të Regjini, sigurisht në këtë mbledhje e keni diskutuar, mbas është shumë e rëndësishme ta marrim edhe një qëndrim sa i përket vendimit aktgjykimit kushtetuesës në një farë forme, a vlerësoni, a e ka rrëzu dekretin e presidentës? Shikoni, për ne me sinqeritetin më të madh po ju them kështu, prap këto analiza tash janë më tepër çështjet egove të njerëzve për me tregu kush fitoi e kush humbi. Vendimi i gjykatës ose aktgjykimi ose opinioni i gjykatës ka ardhur, është obligativ për gjithë ne, nëse dojmë me bo shtet, është obligativ, na pëlqej e nuk na pëlqej. Mujmë me bo analiza sot dojmë, po unë edhe analizat po i shoh në frymën e një debati ma shumë egoist se sa që na sjell diçka tash neve konkretisht. Prap është ajo gara kush kuj me ahudh fajin, kush po duket ma keq se ai tjetri, kush ka humb, kush ka fitu, kush ka pas drejt, kush nuk ka pas drejt, ju në këtë kota. Dhe në këto rrethana aktuale, do doja t'ju pyesja, a do të keni ndonjë nismë, do të thotë partia juaj, rreth ndryshimit të ligjit për të vëshën dhe akcizën të derivate? Ne zyrtarisht kem dorëzu kërkesë në qeveritë Kosovës që me u pezullu akciza ose me u zvoglu, që ta keni të qartë. Qeveria mundet me vendim të vetin me e heq akcizën, nuk ka nevojë për ligj. Edhe që ta dini sot pjesa më madhe
e mjeteve cilat shkojnë të çmimi çdo litri karburant i merr qeveria e Kosovës. Ne e dim që qeveria duhet me vjel tyra, duhet me vjel mjetet, duhet me plotësu buxhetin. Mirë po qeveria e ka mundësinë tepër të thjesht me u kthy në vlerat e veta cilat ka qenë duke i marrë prej çmimit të karburanteve deri para 3 javë. Kaq kem kërku, e ka mundësinë tepër të thjesht, mrena 2 ore mundet me e kry këtë punë, nëse don me e kry. Por prap bindja jonë është që qeveria po don me marrë sa ma shumë mjete, me qitë në buxhet për shkak se ka problemet natyrave tjera buxhetore edhe mundet mos me e realizu planin buxhetor. Kjo po shkon në dëm të qytetarëve të Kosovës. Ndëgjoni, çdo cent që shkon në buxhet të shtetit, çdo cent vjen prej qytetarëve. Qeveria nuk ka bank të vetën, nuk ka fabrikë, më falni një shprehje, fabrikë të pareve, krejt që ka shkon në buxhet ju mirët qytetarëve. Krejt.